Përshëndetje miqtë Adaga Media dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri këtu në këtë super media gjigante. Sot për të nisur episodin e parë të këtij emisioni, që në fakt nuk më përket mua, i përket Deus për sonte, por nuk mundi që ta regjistronte për shkak të disa arsyeve të veta, që as neve nuk na i tha, por thjesht kishte disa arsye, kështu që mund të hyj unë në transmetim për ta zëvendësuar atë. Gjithsesi në episodet e tjera do të jetë ai, kështu që unë kam derën për të hapur këtë super emision që i takon vetëm Deos. Le të vazhdojmë një herë, dua shpjegoj pak se si funksionon emisioni. Ky emision lidhet me faktet, ne do t'japim fakte interesante, pra Deoja më saktësisht, do t'jap fakte interesante rreth ngjarjeve të ndryshme, pra për të gjithë ata të cilët janë kurreshtar mund ta ndjekin këtë rubrikë për të shuajtur kuriozitetet e tyre, pyetjet e tyre, për të shuar nëpërmjet çdo episodi, pra do të mësoj gjëra të reja dhe të shuaj, pra të marr përgjigjen e disa pyetjeve që ka pasur në mendje her pas here. Do të vazhdojmë një herë me faktin e parë, faktet që neve do të lexojmë edhe do t'i komentojmë më pas, pra Deoja do t'i komentojmë. Le të nisim një herë. Unë kam gjetur 25 fakte që në fakt i ka gjetur Deo dhe ka thënë mua që ta prezantoj. Kështu që po nis me një herë pa humbur kohë për të dhënë edhe komentimin tim, sepse është një super rubrikë. Ndërkohë besoj që janë duke u pëlqyer shumë prodhimet e Adaga Media dhe faleminderit shumë për 60 sa subscribers sa kemi shkuar. Vazhdojmë një herë pa humbur kohë sepse nuk dua ta zgjas më shumë. Lexojmë faktin e parë, i cili është: mbi 100 vet janë ngrirur me shpresën se një ditë ata mund të ringjallen përmes teknologjisë së re. Me të vërtetë që ky fakt mund të jetë i vërtetë për shkak të teknologjisë së avancuar, për shkak të programeve kompjuterike, për shkak të kësaj inteligjencës artificiale që është duke u përdorur shumë kohët e fundit për shumë gjëra, ky është një fakt i vërtetë dhe besoj se ndoshta me kalimin e kohës ky fakt do të realizohet edhe në jetën reale, pra ka mundësi tek 95% që mund thoja ka mundësi për të bërë kjo, sepse çfarë nuk po del tani nga këto inteligjencë artificiale, programe të ndryshme kompjuterike për të bërë gjëra, pra për të bërë gjën e pamundur të mundur. Okej, vazhdojmë me faktin e dytë. Ne kemi linja në lëkurën tonë që janë të dukshme vetëm në ndritat e caktuara. Okej, këtë nuk e dija, as të parën, pra asnjë fakt nga këtu nuk e di, por me të vërtetë që nga diçka interesante dhe pse mos ta provoni të gjithë, do ta provoj besoj edhe unë këtu në pra do ta provoj, pse jo, por provojeni edhe ju për ta parë këtë dhe për ta bërë këtë fakt, për ta dëshmuar, pra për ta dëshmuar që ky fakt është i vërtetë. Vazhdojmë një herë me faktin e tretë. Një burr kishte lems për 69 vjet. Me sa kuptoj, ky fakt tregon pra që një burr ka pasur lems për 69 vjet rresht, pra nuk është ndalur as pak. Kështu mund të themi se gjatë gjithë jetës, pra ai ka qenë me lems. Ky nuk më duhet diçka e besueshme në fakt, por janë fakte, kështu që tregojnë realitetin në fakt. Vazhdojmë me faktin e katërt. Koncepti i betejave rap ka ekzistuar që nga shekulli i 5. Pas kanë qenë disa beteja, pra që kanë filluar që pra shumë herët në periudhat e hershme. Me të vërtetë, disa fakte për të ditur, pra nuk e di se si zbulojnë këto njerëzit e ditës së sotme. Në fakt janë hapur shumë aplikacione, shumë mënyra për gjetur se çfarë ka ndodhur më përpara në vitet e para, por një fakt ose një pyetje që më buron mua nga brenda është se ku mund të jetë krijuar gjësia. Besoj se këtë nuk mund ta shuaj askush këtë pyetje, pra të na ja përgjigjen për sa i përket kësaj pyetje, por gjithsesi ju tregova sepse edhe ju besoj që do të keni ndonjë pyetje. Po vazhdoj pak shpejt sepse nuk kemi shumë kohë. Në Japoni dhëmbët e shtrembur janë konsideruar si të bukur. Japonezët çdo gjë që është mbrapsht në fakt e bëjnë mbar. Pra çdo gjë që neve na duket shumë e keqe, shumë e pakëndshme, ata e pëlqejnë atë gjë. Mund të themi që kinezët pra hanë edhe minj të gjallë, krijesa të gjalla, pra dhe është diçka që është e shpifur dhe nuk po flas më shumë për sa i përket këtij fakti që un po ju a jap. Por normalisht besoj që do t'i zbuloj Deo, kështu që nuk po flas shumë rreth fakteve që un di. Vazhdojmë me faktin e 6. Vetullat tona rinovohen çdo 64 ditë. Me vërtet një fakt i rëndësishëm, nuk e kisha ditur, nuk më kishte ardhur ndonjëherë në mendje. Okej, vazhdojmë me faktin e 7. Domatet kanë më shumë gjene se qenjet njerëzore.
Okej, nuk e di tani. Ë, pra ja, gjenet i takojnë që janë trashëguar. Si të themi. Okej, nuk e kuptoj shumë mirë, por thjesht që ka një fakt interesant me të vërtet i këndshëm për të shuar kur ishten për ata të gjithë që kanë pasur një pyetje të tillë, pse jo, mos ta shuajnë nëpërmjet këtij fakti. Kur një person gënjen, temperatura e hundës rritet. Prandaj pra, ndoshta edhe na skuqet fytyra. Prandaj, po, nuk e di se si ndodh kjo, por me të vërtetë që është e vërtetë dhe dëshmojmë, pra kur gënjejmë na skuqet edhe fytyra, jo vetëm hunda. Kur një person pra gënjen, temperatura hundës rritet. Vazhdojmë me faktin e 9, fjala go është fjala më e shkurtër angleze. Pse nuk ka ndonjë tjetër? Po go, sepse ka vetëm 2 shkronja, i takon. Po. Po, okej. Vazhdojmë me faktin e 10, në reklama koha e shfaqur në një orë është gjithmonë 10 i takon. Koha e shfaqur në një orë është gjithmonë 10 e 10. Okej, s'po e kuptoj shumë mirë tani. Këto, po gjithsesi ai që e ka kuptuar, ka kuptuar. Steve Jobs thuhet se ka liruar stresin duke i vendosur këmbët në tualetet e kompanisë. Atëherë se si funksionon kjo nuk e di, por duke marrë parasysh që është fakt edhe mund ta pranoj një gjë të tillë. Mbi 50% e liçeneve të formuara në mënyrë natyrore në botë gjenden në Kanada. Pse nuk ka në vende të tjera, vetëm në Kanada pas ka, me sa po shohim nëpërmjet këtij fakti interesant. Vazhdojmë me faktin tjetër, 2 orë heshtje në ditë mund të rrisin të mësuarit dhe kujtesën. Okej, një fakt me të vërtetë që unë do ta vë në punë. 2 orë heshtje pra në ditë mund të rrisin të mësuarit dhe kujtesën. Ata të cilët janë në shkollë kanë nevojë për të mësuar sa më shpejt, për t'i kujtuar mësimin që mësojnë, pse jo ky fakt i vlen me të vërtetë shumë. Mjalti nuk prishet kurrë. Atëherë këtë besoj që e dim, është një fakt që neve e dim. Nuk është klori, por urina që irriton syrin tuaj gjatë natit. Do të thonë që pishina pra, kur na djegin syt kur zhytemi në pishinë, është ky fakti, se po e kthejmë pak edhe në mënyrë qesharake. Kalojmë në faktin e 16, Meksika ka konsumin më të lartë të Coca-Colas. Meksika. Pra, me sa dim, Coca-Cola ka prejardhje pak a shumë shqiptare, sipas të dhënave që kemi. Por në Meksik pas ka konsumim më të lartë. Vazhdojmë me faktin tjetër. Ne të gjithë jetojmë 8 sekonda në të kaluarën, sepse kjo është koha që truri ynë duhet të përpunoj informacionin. Pra 8 sekonda i duhet trurit ton që të përpunoj informacionin. Okej. Dhe për tu kthyer tek e kaluara. Okej, vazhdojmë me faktin tjetër, disa fakte interesante që besoj se do t'i vendosni në punë ju, por besoj edhe unë. Ekziston një shimpanze që di si të gatuaj, të luaj një instrument dhe të përdorë një kompjuter. What? Shimpanze me sa di unë janë kështu kafshë. Po, kafsh. Kafsh xhungle apo pyllë, nuk e di. Me të vërtetë që fakt interesant, fakt shumë i këndshëm që besoj se asnjë nga ju nuk e ka ditur, unë i pari nuk është se e kam dëgjuar ndonjëherë këtë fakt ose ndonjëherë pra këtë fjali. Vazhdojmë me faktin tjetër, rritja e mjekrës ka përfitime të mëdha shëndetësore. Ju mbron nga dielli, mund të parandalojë sulmet e astemës dhe madje edhe ngadalson plakjen. Atëherë nëse është kështu pra ngadalson plakjen, do të thotë që burrat të gjithë e mbajnë mjekrën për të ngadalsuar plakjen. Po si t'ja bëjnë femrat mund të themi neve. Okej, pak shaka, pra e kthejmë në mënyrë shakatore, ju lutem mos na merrni seriozisht. Vazhdojmë me faktin tjetër, një fakt interesant me të vërtetë tepër i bukur që nuk e kisha ditur, por për të gjithë ata që duan të plaken sa ngadalë, pse mos ta përdorin këtë fakt. Shumica e grimcave të pluhurit në shtëpitë tona janë në të vërtetë lëkurë vdekur. What? Ky që ka një fakt horror në fakt. Pra, një lëkurë vdekur, të gjitha shumica e grimcave të pluhurit në shtëpitë tona janë në të vërtetë lëkurë vdekur. Pluhurit pra mund të jetë lëkura e vdekur ose lëkura që na bie neve, si të themi. Pra pak a shumë e ka në këtë lidhje, në këtë drejtim. Nëse nuk e kisha ditur ndonjëherë, pluhuri zakonisht ne e dim që vjen pra kur shkundim diçka të vjetër ose nga jashtë, nga makinat ose nga ndonjë gjë, por jo, nuk e kisha ditur. Atëherë kalojmë tek na pas kanë hekur faktin e 21, na pas kanë quar me njëherë tek fakti i 22, po gjithsesi që na doli tani. Okej.
Taksit janë të verdha sepse e verdha është ngjyra më e lehtë për të parë nga distanca. What? Besoj që nuk e keni ditur, ose unë për vete se kam ditur. Ata që e kanë ditur është një fakt që pse jo për të mos e treguar dhe për mos ta bërë pak viral. Pra, në këtë emision ne shohim që mësojmë shumë gjëra, pra, mësojmë shumë fakte që pse jo deri më tani ne jemi duke i parë që na vlen edhe në jetën tonë të përditshme. Vazhdojmë. Shkretëtira e Saharas mund të kthehet e gjelbër në këtë shekull për shkak të ndryshimeve klimatike. Në cilin shekull se s'po e kuptojmë. Besoj në shekullin që jemi tani, në shekullin 21. Okej, s'po e zgjas më shumë. Pra besoj që e keni kuptuar. Shkretëtira e Saharas mund të kthehet e gjelbër në këtë shekull për shkak të ndryshimeve klimatike. Pra e gjelbër mund të ketë edhe një nënkuptim, pra që pra mund të mbi bar e gjëra tjera. Vazhdojmë. Ekziston një lloj kandili deti që është biologjikisht i pavdekshëm. Është i pavdekshëm? What? Do me thënë ky qen ka me fat. Nuk vdek asnjëherë, është i pavdekshëm, por në fakt edhe i pavdekshëm nuk është diçka e mirë, si mund të themi. Gjithsesi, çif është. Vazhdojmë me faktin e fundit të 25-tin dhe të fundit për këtë episod të parë. Uji i ngrohtë peshon më shumë se uji i ftohtë. Pse do thoni ju? Këtë kurreshtje as unë nuk mund t'ja shuaj, por besoj që Deo mund të hulumtoj në internet përsa i përket këtij fakti dhe t'na tregoj pak më shumë. Uji i ngrohtë peshon më shumë se uji i ftohtë. Peshon, po pse s'mund të peshoj uji i ftohtë, nga që është pra uji i ftohtë në bazë të mendimeve që kam unë dhe arsyetimeve dhe logjikës që përdori unë, mendoj që uji i ftohtë peshon më shumë se uji i ngrohtë. Ose të dyja, besoj që ka një balancë të njëjtë. Pse? Sepse uji i ftohtë është i ftohtë, pra është, themi, kur është uji i ftohtë, uji akull i ftohtë, i ngrirë, dhe uji i ngrohtë pra flak. Por gjithsesi një fakt. Unë e kisha ditur që pra në bazë të logjikës më shkon mendja që uji i ftohtë është peshon më shumë se uji i ngrohtë, por gjithsesi ja tek e shuajtëm dhe këtë kurreshtje mësuam diçka të re, diçka që besoj se na vlen. Faleminderit shumë që na keni ndjekur në rubrikën e fakteve interesante. Neve do të vijmë me episode të reja dhe nëse nuk e dini akoma, pra kjo rubrikë që drejtohet nëpërmjet Deos, drejtuesi dhe prezantuesi i kësaj rubrike është Deo. Pra do t'jepet çdo të njëjtë në Adaga Media, për të gjithë ata që nuk e din, andaj qëndroni me Adaga Media çdo të njëjtë për të gjithë ata të cilët janë kurreshtarë dhe duan të dinë më shumë rreth dukurive të ndryshme, rreth gjërave të ndryshme që shërbejnë në fakt për jetën e përditshme. Pra ne këtu kemi edhe argëtim, por edhe mësojmë në fakt nëpërmjet rubrikave dhe emisioneve të ndryshme. Shpresoj që t'jeni kënaqur me mua, do të takoheni në një rubrikë tjetër, në një super rubrikë që vjen të dielën. Është rubrika e të dielës, kështu që takohemi atje. Gjithsesi, me këtë rubrikë takoheni të njëjtën e ardhshme. Deri atëherë, like, subscribe dhe shiheni me Deon në këtë rubrikë. Ndërkohë, për sa i përket, besoj që do të mund të hym live, nuk e di për këtë. O gjatë ditës së nesërme, o gjatë ditës së sotme do të mund të hym live. Tani për këtë do ta shohim. Qëndroni me Adaga Media.